Runners. Trend botror, vend ku mbathen VIP. Në Runners mbathet edhe qenari. Mos harro, këmbët merre me veti. Runners, për të gjithë. Mjeshtrim, dashurim. I zhndëruam në kënaqësi të vogla, të ëmbla, me përbërësit natyror me kualitet më të lartë, gjithmonë të lidhur me mikpritjen dhe tryezën festive. 131 vite, tradit në krijimin e produkteve që janë mënyra më e mirë të thuash mirë se erdhe, me fat muaj i Ramazanit, Evropa, llokum dhe praline. Përshëndetje. Përshëndetje. Nëse keni vënë re dhe ecejakja ime për të futur këtu sken i ngjan një piste. Dhe këto ditë ne jemi faktikisht në një pistë, në pistën e Ramazanit. Vërtet e Ramazani për 30 ditë i ngjan një piste, i ngjan një ecejake, i ngjan një vrapimi, i ngjan një rrugtimi për të shkuar diku. Mirë po në një rrugtim, në një vrapim, në një ecejake, sidomos në pista sportive, ka për atyre që rezistojnë deri fund, ka për atyre që ju kapiten këmbët sa po fillojmë ose gjatë mesit ose gjatë fundit. Ju vështisot frymari dhe janë gati ta lënë fare garën, ka për atyre kurajozve që mendojnë ta çojnë atë deri në fund. Si të qëndrojmë në pistë për 30 ditët e Ramazanit? Kjo do të jetë tema e këtij nektari dhe për këtë unë kam të ftuar Hoxha Enis Ramën. Të shumë njohurin, Hoxh të ushtrisë. Përshëndetje, Nisa. Si dhe doktorin e mjekësisë sportive dhe të nutrecisë është Agron Rexhepi, profesor doktor. Përshëndetje, përshëndetje. Mirë se u kam në studio, kam kënaqësi, jo vetëm timen individuale, por flasë dhe në emër të kënaqësisë dhe të gjithë atyre që na ndjekin, sepse ju të dy jeni mjaft të domosdoshëm për të dhënë recetat dhe këshillat e nevojshme, si nga pikpamja fetare, por dhe nga pikpamja e organizmit, e fizikut të njeriut, që si t'ja arri që këto 30 ditë të jetë vërtet në pistë, ashtu si që çdo sportist dinjitoz arrin ta përfundojë garën duke i qëndruar fort, potent, me vitalitet asaj, deri në fund. Hoxh i nderuar, Ramazani për vetveten, me fjalë ka disa dimensione, nga dimensioni i kënaqësisë, i relaksit që sjell shpirtërisht, ka dhe atë pjesën, siç e thash më parë, të rezistencës, edhe ajo pjesë më vete. Njeriu është në një sfidë të jashtëzakonshme se si do rezistoj dhe mbahet dhe si proces i kalitjes së rezistencës. Cila është ajo recetë që mund të na vjen për jush me referencën fetare të duhur për të qëndruar për 30 ditë në pistë, dhe jo për të qëndruar, por për të ecur, pra për mos ta ndalur hapin në një farë mënyrë deri tek pika e finishit. Po, fillimisht ju falenderoj për emisionin, për ftesën, dhe kjo është një pyetje e rëndësishme që është nga njëra anë e rëndësishme, po dhe sfiduese, veçanërisht në muajt që tashmë disa vite po kalon Ramazani, në muajt e vapës, ku zakonisht ngritet një dilemë para agjerimit sa do të mund t'ja dalë, do të fillojmë e kështu me radhë. Është mirë që të fillojmë për ku ka filluar Allahu i Mëdhenuar, pikërisht me këtë obligim, dhe Allahu i Mëdhenuar ka filluar me një thirrje e cila në vetë në saj është edhe thirrje e privilegjit dhe nderit. Dhe në momentin kur dikush të thirr me një emër të privilegjuar dhe të dallon, disi edhe të obligon një obligim shtesë që t'i përgjigjesh. Andaj Allahu thot në Kur'an, o ju që keni besuar. Dhe kjo na jep të kuptojmë se Zoti po na veçon në kuadër të begative të shumta që na i ka dhënë, po veçon një begati nga ato që janë më të dashurat për Zotin e Mëdhenuar. Dhe pothuajse po na thot në kuadër të kësaj thirrje për hir të këtij besimi dhe të asaj që ju ka bërë të besoni në mua dhe të dashurisë për mua, më përgjigjeni. Duke qenë ju të bindur se sa ju kanë ftuar ka qenë për të mirën e juaj.
Të gjitha këto kuptime dhe shumë të tjera i përmban në vetë nësaj kjo thirrje. Andaj kur besimtari e din se Zoti po e thirr me një thirrje fillimisht përgdhelse dhe në kuadër të saj disi po e ndërgjetson që ti përgjigj praktikisht kësaj thirrje. Dhe gjithashtu po i thot se nuk po të fton çdo kush, po ai që ti i bindur se din më mirë për ty se vetja jote. Andaj ajo që vije pas kësaj është në dobinë tënde, andaj përgjigjo. Dhe mendoj se vetë hyrja e ajetit ku bëhet fjalë për obligueshmin e agjërimit jep me kuptu se mbi çfarë motivi besimtari e ndërton vazhdimsinë e tij deri në fund. Bukur. Atëherë me ju i nderuar profesor, edhe organizmi vetë, pra kemi aspektin shpirtëror, aspektin e vetdijes, aspektin e bindjes, siç hoxha i nderuar e shtjelloi, po kemi edhe aspektin fizik. Aspekti fizik sepse ato që agjerojnë nuk janë të gjithë vital nga pikpamja e organizmit. Kemi njerëz të sëmurë, kemi njerëz të dobët, kemi njerëz me probleme me ushqimin, kemi nga ata që janë të dobët si natyra, nga ato që nuk kanë arritur të kenë rezultate konkrete në jetë në përballimin e sfidave të ndryshme. Pra, dhe nga pikpamja mjekësore, çfarë duhet që të paktën nga pikpamja jo psikologjike, pra motivimit fetar, po nga pikpamja organike, të kemi një organizëm të mirë dhe një organizëm optimal për t'u përgjigjur faktit që 30 ditë me qenë pistë, me qenë në atë garën e suksesit. Faleminderit për ftesën. Po gjithë lavd falënderimit të takojnë Zotit Madhërisëm, i cili me të vërtet nuk bëri ndonjë obligim për njeriun, e që ai të mos jetë në dobi të njeriut, në përgjithësi. Ashtu është edhe fjala e agjërimit, që shfrytëzoj rastin t'ju uroj agjërim të këndshëm të gjithë vëllezërve dhe motrave tona. Ndërkaq për agjërimin njihet qysh moti, qysh mija vite më herët, forma të ndryshme të agjërimit që ndikojnë mirë në shëndetin e njeriut. Agjërimi ndikon si në dimenzionin e jetës tjetër, ashtu në këtë dimenzion. Për jetën tjetër, veç e dim premtimin e Zotit, një shpërblim të posaçëm për agjëruesit, ndërkaq për këtë jetë kemi ndikimin si në komponentën shpirtërore, ashtu në komponentën trupore të njeriut. Njeriu përbëhet nga këto dy komponente. Pra, nuk do të thotë që jam i shëndetshëm nëse nuk kam ndonjë dhimbje. Por shëndeti nënkupton një mirëqenie një mirëqenie biopsikosociale të asaj komponentës trupore, shpirtërore, edhe mandej edhe në raport me shoqërinë. Agjërimi si agjërim është diçka e natyrshme. Nëse njeriu ka një lëndim, një rëndim të shëndetit, ai patjetër se ka më frenu oreksi tina, ka më ndalu nga marrja ushqimeve. Pse? Të mos e rëndoj edhe më tepër shëndetin e vet, të mos e rëndoj organizmin e më tepër, ta lënë organizmin që vetiu të sanoj, të shëroj vetveten e tij. Sa i përket agjërimit, në aspektin e komponentës shpirtërore, është vërtetuar se ka ndikim pozitiv tek personat me depresion, tek personat në fazën e hershme të Alzheimerit. Ndërkaq, sa i përket komponentës fizike, ka ndikim shumë të mirë në sistemin kardiovaskular, kur përmenden personat me probleme të ndryshme shëndetësore. Mund të përmendim se gjatë një dite tek agjëruesit, rraurat e zemrës janë më të vogla për 14.000 herë. Llogaritë për 30 ditë sa pushon zemra së punuari. Pastaj, mëlçia dikun për 4 deri në 6 orë punon më pak. Po në ndërkohë, mëlçia është laboratori i cili bën krejt detoksikimet, krejt ato fajet tona në ushqim që i bëjmë, që marrim ushqim pa kontrolluar, ajo i detoksikon. Pastaj, kemi një pushim të veshkëve, kemi një ndikim shumë të mirë tek smundjet e ndryshme të nyjeve. Është shumë interesant, 3 ditë e para, dhe në 6 ditë para, është vërtetu, jo, nuk po flas për hulumtues të shumë të musliman, por kanë bërë perëndimor shumë hulumtime rreth ndikimit të agjërimit. Është një doktor Herbert Shelton, i cili për 50 vite ka përcjell 40.000 agjërues, si po ndikon agjërimi në shëndetin e njeriut. Edhe janë vërtetu shumë ndikime të mëdha, si në zbritjen e tensionit, si në uljen e nivelit të sheqerit në gjak, në uljen e lipoproteinave me densitet të ulët apo kolesterolit të keq që është i njohur në popullat. Pastaj, është një qetësi shpirtërore, është një ngritje emocionale, një ngritje shpirtërore e njeriut. Kështu që, si vërtetim, të mos marr kohë më shumë, është që për të agjëru nuk ka pleqëri, nuk ka moshë të shtyme. Barometri, treguesi më i mirë është ai në veten tonë.
Mujmë të agjerojmë, duhet të agjerojmë. Për ndryshe, agjerimi është për të forcu shëndetin, nuk është për të likështu shëndetin. Pra nga kjo pikpamje, ju mendoni që për vetë se vetëdije, se lartë fetare, të gjitha, ajo është bazë, si me thënë, për qenë të qëndrueshëm në ato që quhen pra në gjithë të pistë të rrugtimit 30 ditor të Ramazanit, apo jo i gjinderuar. Pra këtu njeriu du të rregullon gjithë çështjen e vet nëse ka një dilemë, nëse me veten, nëse mendon që s'mund t'i arrijë, nëse dorëzohet, nëse pra shfaqet në një dobësi gjatë rrugës. Pra vetëm ke motivimi fetar më tepër se sa ai i organizmit fizik. Po patjetër se është e vërtetë që shkencëtarisht është vërtetuar se agjerimi ka ndikimet e tij pozitive në shëndetin e njeriu. Mirë, po në aspektin shkencor, për shembull, agjerim mund të quhet edhe nëse njeriu e pen një gotë ujë gjatë ditës. Për shembull, nuk e prish atë sistemin e ndikimit, ndërsa në aspektin fetar prish punë. Prandaj motivimi fetar duhet të jetë shumë më i fuqishëm, shumë më prezant sa i shëndetësor, dhe pse ai shëndetësor e ndihmon këtë fetar. Kjo është e para. E dyta, ne gjithmonë si njerëz kur jemi para dilemave të caktuara ose përballë problemeve të caktuara, duhet shikuar burimin e problemit, duhet shikuar burimin e dilemës. Dhe për aq sa është i sinqert ky burim, për aq ne e kuptojmë seriozisht dilemën dhe mundohemi që ta trajtojmë. Për aq sa është armiqësor burimi, për aq është edhe i paqëndrueshëm, domethënë e paqëndrueshme dilema. Dhe në këtë rast, nëse dëshirojmë që fetarisht ta zbërthejmë dilemën e çdo kujt përballë agjerimit, Zoti na lajmëron se djalli i mallkuar, ai armiku i përbetuar njeriu, e ka vetëm një mjet përballë neve. Zoti ja ka kufizuar të gjitha mjetet e mundshme që mund t'i përdor kundër neve. Dhe mjeti vetëm i tij përballë neve është friksimi. Një friksim i shoqëruar dhe i përcjellur me cytje, e që realisht kur ti bashkon të dyat janë e pavërtetë. Prandaj njeriu duhet t'i largon këto trillime, këto imagjinata dhe t'i bindet Zotit shumë më tepër se armikut e tij. Për këtë arsye, edhe Zoti i Madhnuar kur na fton për të agjeruar, fillimisht për gjatë urnit për agjerim, thotë nuk jeni të vetmit. Është bërë obligim edhe atyre para jush, do të thotë gjithmonë Zoti i cili është kujdesur për juve, në kuadër të kujdesit ka parapa agjerimin. Dhe gjithashtu në fund Zoti stimulon thotë la'allakum tattaqun. Dhe fundi dhe bilanci përfundimtar i këtij agjerimi është për të mirën e juaj, që ju të bëni më të devotshëm, të fisnikroheni, që ju të pastroheni, ju të rregulloheni, dhe nëse në total i merr këto rezultate dhe këtë bilans, kujt i pengon më shumë të ky bilans? I pengon atij i cili realisht para se të futemi në obligim po na shkakton dilema. Andaj duhet me thjeshtësi ta largojmë dilemat e tij edhe të vetes tonë nganjëre, anë të errta janë aq të paqëndrueshme sa që është turp të gjynjëzohemi para tyre. Është turp njeriu me gjithë potencialin e fuqishëm, domthonë edhe të besimit, edhe të arsyes, edhe të logjikës, Zoti e ka fuqizuar me to, të dorëzohet dhe të dorëzon armët e tij, po them kështu kushtimisht, përballë dikujt që fara nuk ka armë, është i fshehur pas një perde dhe tërë çfarë ka është zëri i tij, i cili përmes tij don të na frikson, na fut dilema. Andaj mendoj që duhet një trimni dhe guxim që e kemi dhe një bindje në Zotin për të vazhduar më tutje. Mirë, të të shtoj pak diçka. Sa i përket ndikimit shëndetësor të agjerimit, lejoni të them se ajo është efekt anësor i agjerimit. Përndryshe qëllimi kryesor dihet i agjerimit. Po efektet anësore të agjerimit janë ato të mirat shëndetësore që i përfiton agjeruesi. Pra, efektet anësore në një farë mënyrë. Mirë, do ta vijojmë këtë bisedë pas një hapësire publicitare. Runners. Trend botror. Vend ku mbathen VIP. Në Runners mbathet edhe qenari. Mos harro, këmbët merre me veti. Runners. Për të gjithë. Mjeshtrim. Dashurin. I zhndëruam në kënaqësi të vogla, të ëmbla, me përbërësit natyror me kualitet më të lartë, gjithmonë të lidhur me mikpritjen dhe tryezën festive. 131 vite, tradit në krijimin e produkteve që janë mënyra më e mirë të thuash mirë se erdhe, me fat muaj i Ramazanit, Evropa, llokum dhe praline. Hyundai Electronics, the power of quality. Produktet e brendit të njohur korean Hyundai tashmë edhe në Kosovë. Aktiv, distributor ekskluziv.
Nuk e dim se si ka ndodhur këtu në Kosovë, pasi në Kosovë nuk ka qenë precedenti i Shqipërisë, pra kur feja ishte ndërprerë dhe njëkohësisht ishte ndërprerë dhe procesi i agjerimit bashkë me të ushtrimit të besimit. Por në vitet 90 pati një masivizim të dëshirës për të agjeruar. Vit pas viti, pastaj disa u dorëzuan gjatë rrugës, pra nuk po bëjmë fjalë për dorëzime brenda muajt të Ramazanit, po për dorëzim në vite. Pati prej atyre pastaj që jo vetëm që nuk u dorëzuan, por që vazhduan me pistat të tjera të besimit. Dhe normalisht përgjigja që na vjen në këtë rast është ajo e vetëdijes, ato e vetëdijes fetare. Apo jo, si baza e çdo e kësaj dileme ose e kësaj zgjidhjes. Çfarë i nevojitet njeriu që jo vetëm mos dorëzohet me fjalë, por ta mbaj edhe të gjallë në një farë mënyre deri ditët e fundit atë vetëdijen e lartë të agjerimit si një vlerë që në finale është në dobinë e tij. Mund t'i përmbledhim tërë ato që i duhen njeriut në bazë asaj që dietarët e kanë përmendur në dy gjëra kryesore. Të parën, dietarët e kanë quajtur përmallim dhe e dim ndikimin e përmallimit dhe mallëngjimin tek njeriu. Dhe e dyta mund të emërtohet me syqelsi përballë mirësive dhe begative të Ramazanit. Përmallimi për çfarë? Ne e dim se Zoti i Mënduar në Ramazan hap dyert e mirësisë si në asnjë muaj tjetër. Dhe përderisa bëhet fjalë për një derdhje mirësie të pakufishme, të pafundme që kemi shumë nevojë për të, mendoj se përmallimi ngjallet tek ne që sa më shpejt të bëhemi pjesë atij muaji. Zoti i Mënduar në çdo natë të Ramazanit fal në masë të madhe njerëz të cilët nuk kanë arritur të falen për 11 muaj, kanë dështuar, nuk ja kanë arritur që të dalë në bregun e faljes dhe kërkimfaljes dhe keqardhjes. Dhe tashmë është një sezon që ka rrethana të mëdha lehtësuese për të arritur faljen. Dhe çdo kush i cili e ka më rëndësi faljen dhe pajtimin me Zotin dhe besoj që gjithë e kemi këtë më rëndësi, mendoj që përmallohet që sa më shpejt vijë ky muaj. Tjetra që dietarët e kanë përmendur në këtë rast është se besimtari është në një kështjell, apo që nga njëra anë është i sulmuar dhe për 11 muaj është lodhur kjo kështjell së rezistuari. Dhe atij duhet ndihmë edhe për krahja. Dhe ai ka lajmëruar për ndihmën dhe është lajmëruar se po vije ndihma. Dhe paramendo një sy e ka tek porta kur po hapet nga ana e armikut, ndërsa syrin tjetër e ka ana e miqve kur do vinë ti ndihmojnë. Andaj jemi të goditur nga shumë ndoshta lodhje, mëkate, lëshime, dorëzime gjatë 11 muajve dhe tashmë pothuajse jemi gjynëzuar. Dhe Zoti po na lajmëron se po vije përkrahja, po vije freskia, po vije ndihma. Pra nuk ka ndonjë stërmundim të madh në këtë aspekt, varet se si i kjo është ndihma. Kjo është ndihmë, kjo është përkrahje për t'ia dalë. Andaj përmallimi i besimtarit për miqt që vinë dhe e shtojnë përkrahjen, mendoj që e shton motivimin. Dhe e dyta, syqelsia përballë begative të shumta. Paramendoj për shembull Muhamedi alayhis salam thotë kush e agjeron një ditë në rrugë të Zotit, për hir të Zotit, largohet nga zjarri i xhenemit nga dënimi 70 vite. Kjo është kalkulim me agjerim vullnetar, ndërsa dallimi mes agjerimit vullnetar dhe agjerimit obligativ është i pakalkulueshëm. Prandaj ky 70 që bëhet tash i pakuptimt në ditën e agjerimit. Paramendon një largësi aq e madhe nga dënimi i Zotit, nga hidhrimi i Atij dhe afrim kaq i madh me çfarë? Me një privim i cili do të thotë krahas shumë dobive, dobia kryesore është se na bën që praktikisht t'ia dëshmojmë Zotit qëndrueshmërinë tonë në këtë besim. Prandaj mendoj që çdo kush prej neve e ka më rëndësi t'ia derë në këtë betejë, nga se turpi para Allahut është ai i cili tek e fundit na bën që t'ia dalim. Apo mos i dorëzohemi ndoshta lukthit të zbrast ose etjes ose të dorëzohemi aspektit material dhe këtë ta bëjmë në llogaritë të gjynëzimit para shejtanit mallkuar, duke lënë anash besimin, duke lënë anash premtimin dhënë Zotit, madje edhe duke u zhveshur nga turpi para Allahut të mënduar. Bukur. Megjithatë, profesor Agroni, çfarë recetash i duhen një besimtari për të patur një fizik optimal gjatë Ramazanit, gjatë agjerimit? Për shembull, në mënyrën se si do të konsumon ushqimin, sasi që do të konsumon, përgjithsisht cilësinë e tyre, me fjalë llojet e ushqimit që do konsumon, që gjithsesi kjo recetë është mjaft e nevojshme sepse dihet që besimtarit paktën e ka kështu si e ka parim që
të fuse më të mirë në fizikun e tij. Po vetë Dhe mos ta dëmtoj vetveten. Po vetë fakti se për agjërim të sinqert kemi shpërblime të shumta, tregon se nuk është aq lehtë të agjërosh. Mirë po, me një kujdes, si nga aspekti kualitativ, kuantitativ dhe koha e marrjes së ushqimit, shumë lehtë do të përballohet edhe ajo periudhë. Fjala vjen të ta bëjnë çik pyetjen më trash fara. Du ngrën makarona në syfyr? Pse jo, nëse është hanë. Mirë po, jo, këtu janë disa gjëra se secili prej nesh duhet të parapërgatitet për muajin e shajit të Ramazanit. Mos të presim nesër Ramazan edhe nesër po agjërojmë nesër. 2 javë më herët do të fillohet të përgatitet organizmi. Si? Për shembull, personat që kanë shprehit të konsumojnë kafe edhe çaj të zi, po edhe çaj të gjelbërt, apo në përgjithësi pijet e kafeinizuara, duhet minimizu apo duhet shmang fare. Për arsye se kafeina është një diuretik i fuqishëm, sidomos në orët mirë, mund të tolerohet në iftar, po në asnjë mënyrë në kohën e syfyrit nuk tolerohet që të pijen pijet e kafeinizuara. Për arsye se këto do të shkaktojnë diurezën, largimin e langjeve, edhe do të arrihet ai kundërqëllimi asaj që na dëshirojmë që të kemë langje në trup, të përballojmë këto ditë të nxehta sa më lehtë. Mandej, 3 racione në ditë. Pse të mos i kthejmë natën ato racione? Po vjen koha e iftarit. Mos të marrim ushqimin thuajse s'kemi më kohë të ushqemi, edhe këtë ushqimin që e kemi të hajmë. Çka preferohet një iftar shumë i lehtë? Nuk është Ramazani, është muaj i shajt, mos të hyj tash në ato që hoxha i ditë më mirë se gjithë ne, po në këtë muaj nuk duhet ta shajzojmë vetëm me agjërim. Kemi edhe ibadete tjera të cilat do të shoqërohen. Të lajmë hapësirë për kryerjen e tyre. Një iftar shumë i preferueshëm është të prishet iftari me 1 gotë ujë apo 2, të mirët në minimum 3 hurme, e kem shprehi ne muslimat që të prishëm me hurme, edhe mund të pijet një supë, të ndërpret ushqimi iftarit, të kryet namazi akshamit, të pritet të bëhet ibadet, apo të bëhen ato konsultat që ka pushimi, të fillohet me namazin e taravis, pas namazit të taravis preferohet një dark begi kalorike le tjetë. Po në asnjë mënyrë ushqim kalorik jo në kohën e syfyrit. Jo në kohën e syfyrit. Mandej, çka preferoj nga aspekti nutricionistik, preferoj që të mos e presëm minutën e fundit, edhe kafshatën e fundit të fusëm në gojë gjatë kohës së syfyrit. Mirë kishte me qenja 40 minuta para fundit, para imsakut, të përfundojmë ushqimin. Të lajmë pak kohë, disa të ratohet ushqimit, të lajmë kohë se preferohet dikun gjys ore, pas përfundimit të ushqimit të pijet ujë. Atëherë kishte me qenë mirë të lihet një gjysore, të mirët ujë mjaftueshëm, të mirën pak pemë, perime që ka marrëm, në mënyrë që të shkojmë në mënyrë të rregullt të ditën e ardhshme të kemi një agjërim tamam të lehtë. Është shumë e rëndësi të kushtohet rëndësi hidratimit këto ditë të nxehta. Dhe për iftari deri në syfyr jo sa më tepër, po brenda normales të hidratohet, të marrëm ujin e mjaftueshëm për organizëm. Shfrytëzoj rastin nga këtu që të informoj të gjithë ndëgjuestan, shikuestan, që shumë thjesht, të llogarit çfarë peshe ka, të shumëzoj me 30 edhe do të nxjerr sa mililitra ujë ka nevojë trupi tina. E kam fjalën pa aktivitetet sforcume fizike. Të konsumoj, të shfrytëzoj rastin për iftarit deri në syfyr të merr atë sasi të ujit. Shumë ka rëndësi për langje. Më tepër se sa për ujë, se sa për ushqim ka rëndësi për langje. Po, edhe një punë tjetër. Mos të mendojmë se nëse hajmë shumë bukë, ma pak kemi me pas uri. E kundërta është. Aq më shumë që të hajmë ma tepër kemi me pas uri. 3 ditë, 5 ditë pas të para do të kemë pak probleme, mirë po Zoti ka kriju njeriu një sistem shumë dimenzional me veti automatike, po dhe shumë adaptuese. Me njëherë pas 3-4 ditë agjërim, organizmi do të adaptohet, ndjenja uris do të bie, sistemi ynë do të fillon të funksionoj këtë në tjetër rrugë, duke tentuar që të ruaj materet ushqyese të nevojshme, të ruaj langjet, edhe çka, të shkrijë masën dhjamore. Me shkrirjen e masës dhjamore do të lirohen ato toksinat e mbjellura të deponuara me mujë të tanë në organizmin tonë. Kjo është një tjetër e mirë që do të bëhet një pastrim i brendshëm, një detoksifikim i organizmit në tërësi.
Edhe këtë informat falë se po e zgjas pak, po është shumë e rëndësi. Hulumtimet që kanë bërë prap një mjek perëndimor, më duket amerikan është, para mendonim. Ai ka bërë hulumtimet tek musliman. Dhe ka pasur në ditën e 20 po arrihet një pastrim i trupit, një detoksifikim thuajse i plot i trupit. Çka po mbetet mas ditës 20? 10 netësh i fundit. Do të thonë, ajo kur shpirtërisht njeriu është veç lart. Interesante kjo. Po. Dhe ju duke sqaruar këtë çështjen e tretjes dhjamore në të gjithë organizmat tanë, edhe në varësi të moshës, varësi të shumë rrethanave tjera, e vuajnë këtë shtresën e dhjamit, edhe nuk e di nëse mund të klasifikohet ndër begatitë e shumta të Ramazanit, që gjithmonë në artikulimin e hoxhallarëve është që gati nuk numërohen, kështu e keni, a mund të futet edhe kjo begatia që pikërisht në ato 30 ditë ti ke fatin të shkrish dhe dhjamrat. Efekti anësor, edhe kjo është nga efektet anësore. Me fjalë mund të futet dhe ajo në begati, me fjalë të jepet shansi që të bish pak në peshë. Ermir, është edhe një hulumtim, i cili tregon se gjatë faljes së namazit të taravis, nëse falet ashtu si duhet, agjëruesi i shpenzon dikun 200 kilokalori energji. Tash para mendoni, edhe një 200 po e lajnë namazet tjera të obligume që 400 kilokalori. Nëse i shtohet edhe ajo që nuk po marrëm ushqime tjera, atëherë dikun rreth 800 kilokalori brenda ditës po i humbim. Po brenda javës na do të arrijmë mi humbën dikun 5600 kilokalori. Nëse kalkulohet në humbje të peshës, atëherë mund të arrihet një humbje peshës dikun rreth 600-700 gram peshë trupore. Unë e shpesh them, një agjërues që del në fund të Ramazanit me shtim të peshës trupore, dhe të mendon çka ka bërë gjatë muajit të Ramazan. Gjithsesi duhet të shfrytëzojnë edhe që ato efektet anësore të agjërimit, të shkrim masën. Mbi pesha është një patologji, një gjendje që ka mbërthy këtë popull me të madh. Po, ky shpjegimi yt mund të bëjë që shumë nga ata që nuk e kanë marrë seriozisht të muaj të rendin duke agjëruar, por që hoxha i nderuar ka një këshill për ata. Ndoshta ju mund të vini për këtë arsye, por vetëm do të keni për arsye tjetër, apo jo? Le ta imagjinojmë që mund të kemi një kontingjent të njerëzish të tillë. Sepse çështja e trupit sot është bërë dhe çështje e ndjeshme, fitness e ti ke plot. Po patjetër na përsi detyrimisht do t'i kthehemi asaj që tham në fillim. Ne duhet kuptuar se prej ka është fillimi e pastaj shoqërues anësor janë mirëseardhur. Prandaj duhet të gjitha këto efekte anësore të udhëhiqen nga aspekti i besimit. Nga se vetëm këtë mënyrë sistemohen, organizohen dhe mbesen gjithmonë pranë neve. Ndërsa nëse nuk i udhëheq besimi, atëherë ato mund të edhe që orientohen, madje edhe të jenë nganjëherë në kundërshtim njëra me tjetrën. Mirë, unë do të kap më pas në pjesën e tretë të emisionit edhe një tematik tjetër në lidhje me të qëndruarit në pistë të 30 ditëve të Ramazanit, pas një hapësire publicitare. Runners. Trend botror. Vend ku mbathen VIP. Në Runners mbathet edhe qenari. Mos harro, këmbët merre me veti. Runners. Për të gjithë. Mjeshtrim. Dashurim. I zhndëruam në kënaqësi të vogla, të ëmbla, me përbërësit natyror me kualitet më të lartë, gjithmonë të lidhur me mikpritjen dhe tryezën festive. 131 vite, tradit në krijimin e produkteve që janë mënyra më e mirë të thuash mirë se erdhe, me fat muaj i Ramazanit, Evropa, llokum dhe praline. Hyundai Electronics, the power of quality. Produktet e brendit të njohur korean Hyundai tashmë edhe në Kosovë. Aktiv, distributor ekskluziv. Rikthehemi në pjesën e tretë të emisionit. Si të qëndrojmë në pistë për 30 ditë, bëhet fjalë për 30 ditët e Ramazanit. Si ne mos të dorëzohemi, si vetëdia që ky Ramazan të shërben në të gjitha kuptimet të jetë sa më e lartë dhe finishi të përcaktoj suksesin gjithsesi. Jam këtu me profesor doktor Agron Rexhepi dhe me hoxhën e nderuar Enis Rama. Një kategori atyre që përfshihen në agjërim janë dhe fëmijët. Zakonisht
nuk mund të pritet vetëdije e lartë fetare për tyre, por që e jep efektin pozitiv, siç është të ndërim sot, në krijimin e një disi të caktuar, në krijimin e një tradite të caktuar, sepse shumë për atyre që sot agjerojnë ose që janë besimtar të rregullt, ka ardhur kjo për shkak të kaluar të tyre duke qenë në botën e fëmijërisë, ku kanë agjeruar, ku kanë ndetë me prindit, me familjen, kanë përjetuar si atmosferë dhe dalë nga dalë më pas ka ardhur që kjo atmosferë shëndruar në një vedije fetare. Apo jo, besoj që kështu ka ndodhur me shumicën. Si duhet silemi me fëmijët në këtë muaj? Pra, t'ju yshtim në një farë mënyre agjerimin, të agjerojnë disa ditë, apo në qoftë se e kanë dëshirë, t'ju alim dëshirën e tyre, pra si duhet menaxhuar edhe kjo botë e të vegjelve që sigurisht duke u ndodhur mes të ndeve, duke u ndodhur brenda asaj atmosfere, ka të drejtën. Po fillimisht mendoj se kjo ka dy dimensione. Fillimisht atë fetar dhe tjetrin shëndetësor që ka të bëjë me moshën e fëmijët dhe kapacitetin e tij për ta përballuar agjerimin. Për këtë është doktori këtu për të folur. Po, pikërisht do ta kaloj. Në aspektin fetar fillimisht duhet të dimë se fëmijët që nuk kanë arritur moshën madhore nuk e kanë obligim të agjerojnë. Nuk e kanë obligim. Megjithatë e dëshirojnë këtë gjë. E vërtetë është kjo, por është mirë që nga kjo piknisje të fillojmë. Nga se nganjëherë vrem që disa njerëz trajtojnë fëmijët përballë disa obligimeve, pothuajse janë obligime edhe për ta. Andaj nuk duhet që fëmijët të përfshihen në këtë përveç se Zoti si ka obliguar. Kjo është e para. E dyta nën tjetër edhe nuk duhet përjashtuar tërësisht nga sistemi i adhurimit. Mirë është që të mbretëron në familje ambienti i Ramazanit, të vrehet se ka Ramazan, një dallim me të vërtetë që dallon këtë muaj nga muajt e tjerë. Nëse i kthejmë traditës së Muhamedit alayhis salam dhe si kanë vepruar ata në kohën e tyre, vërem se ata i kanë njohur fëmijët e tyre për agjerim. Madje kur janë lodhur në gjysmë të ditës për ushqim dhe pije, kanë bërë kënse po përgatit në ushqim që është gati, edhe pak. Atë kuptim që përgatitja e ushqimit të jetë një lloj qetësuesi për ta, gajrat deri në iftar. Por kjo nuk kupton se kanë ndodhur gjatë tërë muajit. Andaj varësisht nga mosha, por mirë është që fëmijët që janë mbi 7 vjeç apo të fillojnë që të shijojnë nga pak agjerimin. Jo në kuptim të imponimit, por të shoqërimit të prindërve të tyre, që ata të fillojnë që nga kjo moshë ta përjetojnë një ndryshim në këtë muaj. Dhe e dyta, sikur që përmend doktori, na nuk duhet të përkufizojmë Ramazanin vetëm në agjerim. Andaj tek fëmijët duhet që të kultivojmë traditën e adhurimeve tjera që janë më pak të lodhshme se agjerimin në muajin Ramazan. Për shembull, tashmë në Taravi, pse mos më i marr më fal? Ose më i marr më fal në namazet e tjera? Ose për shembull me lezu Kur'an së bashku me ta, ose ta përmendim Allahun së bashku. Andaj do të thotë ajo mungesë që nuk mund ta plotësojnë me agjerim për shkak se janë të vegjël, ta kompenzojnë me adhurime të tjera, por së paku të jenë pjesë e atmosferës së Ramazanit. Do ta ceki pak më vonë edhe këtë pjesën e adhurimeve përpos pjesës të aspektit të rezistimit të aspektit fizik. Sërish për fëmijët do thoja, si ndikon në organizmin e tyre? Po, agjerimi, gjithë na e dim se është për ta forcu shëndetin, nuk është për ta ligështu shëndetin. Pra, kush është ajo e mesmja artë, si me thënë? Po, mëndej shumë mirë hoxha nderuar shpjegoj se fëmijët nuk janë të obliguar të agjerojnë. Vetëm t'ju jap një shembull tek nevojat ditore për proteina. Proteinat janë materie ushqyese ndërtuese. Fëmijët që janë në rritje zhvillim kanë nevojë diku rreth 2 gram për kilogram peshë trupit për proteina. Ndërkaq ne të tjerë, jo sportistat, dikon 0,8 dhe 1 gram për kilogram peshë trupit. E shifni, 2 fishin ton e ka nevojë fëmijët për rritje zhvillim normal. Mirë po, të fillon fëmiju disa orë agjerim, ajo sigurisht se shpirtërisht do të forcon atë fëmijë. Në kupton. Kështu që unë mendoj që nuk ka ndonjë rrezik nga aspekti shëndetësor, nëse her pas here nxitet fëmiu, jo me atë nxitjen, me atë režimin që duhet patjetër, po të lind dëshira e tina që të agjerojnë të mos ndahet nga rreti familjar. Nuk mundet tërë ditën një pjesë të saj. Edhe nga kjo do të ketë të mira. Mos edhe këta të përmendi, në qendrën time për sport e fitness, shumica e fëmijëve që më vinë janë me mbi peshë. Pse të mos të shfrytëzojnë në vetëdijen e tij të mbillet ajo dashuria ndaj Zotit edhe kryerja e një obligimi, por të njëjtën kohë të shfrytëzojmë që ato që përmendën shpesh efektet anësore. Të shkrim pakës masë amore edhe aty. Se është mënyra më e mirë me kontrollu peshën e trupit, më e shëndetshme. Është një problem, do shta kishte qenë mirë të përmendim sportistët tanë, të cilët në këtë kohë shumica aty ka një numër bajegi madh që agjerojnë.
klubi tanë është, ekipet tanë që agjerojnë. Problemi madh është hulumtimet shumë të e banë në këtë drejtim, edhe nga bota islame, po edhe nga bota tjetër. Për arsye se ekipet që miliona derdhin në një lojtar, aty kanë edhe shumë musliman të cilat agjerojnë. Edhe në një kampionat botror, ai nuk i prish agjerimin. Edhe është organizuar një hulumtim në vitin 2004 nga FIFA, rreth ndikimit të agjerimit në aftësitë morfofunksionale të sportistëve, elit, profesionist në futbol. Edhe është ky punim është botuar në vitin 2008 në Journal of Sport Science. Edhe është vërtetuar se përkundrazi ka pas një ngritje në aftësinë e forcës, shpejtësisë edhe qëndrueshmërisë. Mirë, po tash nuk do të thotë që kështu edhe s'ka tjetër mendim. Punimet shumë ta janë duke u bërë në atë drejtim, se agjerimi si agjerim në ditë të nxehta sigurisht se shkakton dehidrim, jep vështirësi tek sportistët, të cilët mbrana një seancë humbin stërvitore kanë fjalën humbin në 2 litra ujë, apo edhe më shumë. Aty në vyn ujë për mu rejdru. Mirë, po këtu është problemi i madh me sportistët që stërviten në klubet ku nuk janë gjithë musliman. Se aty ku janë gjithë musliman bëhet adaptim stërvitjeve. Pse të mos bëhet pak para iftarit, apo në orët e vonshme, edhe bëhet lehtësim për agjeruesit. Vështirësitë më të mëdha kanë ata që janë në klubet ku janë individ e jo grup. Mirë, le të kalojmë me që janë dhe minutat e fundit të emisionit tek pjesa e adhurimeve, pra për t'ju rezistuar në një farë mënyrë dhe për qenë vital edhe tek adhurimet, pra dhe jo tek vetëm aspekti fizik i përballimit të muajit të Ramazanit. Pra ç'është duhet të bërë, cilat janë ato receta, ajo formulë që e bëjnë besimtarin agjeruesin që deri ditën e fundit edhe nga pikpamja e adhurimeve, që janë disa, tjetë i qëndrueshëm. Pra mos ketë atë rënjën, atë kurbën e rënjës, atë dorëzimin, atë... Po. Normalisht është një tërësi adhurimesh që mundëson të kryen në muajin Ramazan, por unë isha fokusuar tek një term që më pëlqen të përdoret në këtë rast, ajo është duhet që përmes adhurimeve që i kryejnë në Ramazan, duke filluar nga agjerimi e të tjera me radhë, ne të disiplinohemi. Nga se fatkeqësia është se na kemi besim por jemi të padisciplinuar përballë tij. Prandaj Ramazani është një shans ideale për të disiplinuar, nga se tashmë agjeron dhe je i disiplinuar, nuk han kur don ti dhe nuk pin. Kjo është një mënyrë. Pastaj gjithashtu tashmë je më i thirrur që të jesh prezant në namaz me xhamat, dhe kjo është disiplinë, që në kohën e duhur ta falësh namazin. Pastaj gjithashtu raporti yt me Kur'anin duhet tashmë të ngjallet, nga se në të gjitha argumentet fetare, edhe në Kur'an edhe në hadith, agjerimi është shoqëruar me Kur'an. Ka zbrit Kur'an në muajin e agjerimit, pastaj vjen ndërmjetësues ditën e gjykimit së bashku me agjerimin, pastaj pejgamberi sa sallallahu ka kushtuar vëmend posaçme me Kur'anit, andaj dua të them që nuk duhet të jetë agjerimi i ndar nga Kur'ani. Madje dietarët kanë thënë se 24 orë i agjeruesit ndahet në ditë dhe në natë. Dita është për agjerim, nata është për Kur'an. Prandaj natën nuk agjerohet, por natën lexohet Kur'ani. Prandaj është një shans e madhe që unë ftoj të gjithë që të kemi një qasje tash më direkte përballë Kur'anit, duke medituar ajetet e tij, duke shikuar porositë e Zotit mënduar, duke shikuar se si jemi ne me mësimet e këtij Kur'ani, porositë e tij e kështu me radhë. Dikush mund të thotë se unë nuk jam ekspert i leximit, nuk di të meditoj, them se kjo është e thjeshtë, nuk kërkohet nga ti komentimi i Kur'anit. Unë nuk po ftoj që ne të aftësohemi në Ramazan për ta komentuar. Jo, komentimi i Kur'anit ka të bëjë me dietarët dhe hoxhallarët. Ata i kanë mekanizmet e duhur për ta kuptuar Kur'anin dhe komentuar atë. Por meditimi është i thjeshtë. Mund të bëhet në gjuhën shqipe. Çdo kush nga ne ka Kur'anin në dorën e tij dhe pas një dite të agjerimit, pas një ngritje dhe fisnikrimi shpirtëror, tashmë e ke në dorë librin e Zotit dhe shikon atje çfarë thot Zoti. Dhe paramendo kur ti fillon aty, për shembull në fillim të Kur'anit dhe fillimi i tij është falërimi i takon Zotit. Dhe kjo thirrje ty të godet. Unë kam plot begati që i shfrytëzoj. Sa jam unë ndaj Allahut falëndëruar, sa jam unë mirënjohës ndaj Allahut. Dhe pastaj këtu bën një krahasim mes begative të Allahut që t'i ka dhënë dhe mirënjohjes tënde që shkon drejtim të Zotit. Dhe këtu takuan dikon, mirësitë dhe mirënjohja takuan dikon. Aty ku përplasën, besoj që shkakton një lloj rrizimi tek ne, një lloj vetëdijsimi.
se me të vërtet ka nevojë të investohet ende në rrafshin e besimit. E kështu me radhë duke vazhduar më tutje në ajetet ku flasim për madhrinë e Zotit, për argumentet e tij, e shumë rregulla tjera. Andaj mendoj se është një shans e mirë për të përmirësuar raport me Kur'an dhe për të njoftuar më tepër më atë që ka në këtë libër. Dhe gjithashtu adhurime tjera të shumta, thash, sikurse është sadakaja, pejgamberi sa mi ka dhënë vëmendje të madhe sadakas, bamirësisë, lëmoshës. Madje Ibn Abasi, një kushëri i tij thotë, i dërguari Alisam ishte vazhdimisht bujar, por bujaria e tij është e jashtëzakonshme në Ramazan. Prandaj shtrimi i iftarit dhe një sado që të ke mundësi, por spaku të jetë një bujari më e theksuar në muajin Ramazan që ti e bën përballë të tjerë. Megjithatë është një fenomen që fillimisht në ditët e para mbushen xhamit. Kemi edhe një kontingjent njerëzish të cilët të pa konsoliduar ndoshta në fe, e fillojnë me shumë vrull, mirë po dal nga dal, ditë pas dite, sikur nuk duken më, edhe fillojnë ato, paksohen ato radhët. Ekziston dhe ky kontingjent, dhe në një farë mënyre, kjo bisedë që po bëjmë, u drejtohet dhe këtij kontingjenti. Pra, si mundet ne të injektojmë tek ata vetëdijen që, okay, e fillua të çojnë deri në fund të muhabetash. E vërtet, unë thash se në qoftë se ne arrim të disciplinohemi përmes adhurimeve, nuk do kemi këtë problem. Problemi është se besimi nuk është reflektim euforik, por është bindje, e cila vazhdon më tutje. Ajo që është e vërtet sot është edhe pas një jave, pas 2 jave, njëjtë është. Prandaj nëse ne me eufori futim në Ramazan dhe me dëshirë që të provojmë dhe ja mos i ndomi masës, mund të rrezikojmë me lodhje. Por nëse ne pavarësisht rrethit, po bindjen na shtyn, dashuria ndaj Allahut të mëdhenuar, përgjigje ndaj thirrjes së tij, dhe gjithashtu ajo që e ka më herët se nuk po të fton çdo kush, po të fton ai që din për ty më mirë se ti, ai që të ka krijuar, ai që të begaton. Dhe tash po e kërkon prej teje një mirënjohje ndaj begativit të tij në një mënyrë të caktuar sikur sa ai po e kërkon. Është shansi ti je mirënjohës. Prandaj mendoj që kjo bindje të shtyn që të vazhdosh deri në fund. Shumë bukur, edhe duke uazuar diçka nga në fenomeni i botës sportive, kemi edhe ato metrat e fundit ose minutat e fundit, i nderuar profesor. Pra që në një farë mënyre psikologjia e çdo sportisti i cili është në një betejë, është afër triumfit, e dëshiron triumfin, krijon atë idenë e finishit, krijon idenë e triumfatorit, e marrë si një kupe, e marrë si një medalje, e marrë si një merite, sa e nevojshme është kjo për një besimtar që ta ketë parasysh gjithmonë finishin, pra triumfin. Po gjithmonë që të realizojmë një punë duhet të kemi ato synimet, qëllimet tona. Në realizimin atyre qëllimeve tona duhet të kemi diçka që na stimulon. Unë mendoj se stimulim më i mirë se këto të mirat, ato qëllimi final edhe ato anësoret e muajit të Ramazanit dhe agjërimit nuk ka çka të ketë tjetër. Kështu që është mirë, prapë mendoj se jemi të bekuar të gjithë ata të cilët e kemi prit këtë muaj të shejt, dhe shpresoj se me ndihmën e Zotit do të realizojmë qëllimin ton kryesor, duke i përfituar dhe që ato efektet anësore të cilat hiç nuk është keq t'i kemi afër vetes. Për shembull, mendoj që kur ka një shtesë takimi në ndeshje futbolli që shtohet koha, vërtet lodhja është shumë e madhe, edhe duket ajo kapitja e këmbëve, ato lëvizjet që janë të ngadalta futbollistëve, po ndoshta një forcë e madhe, një dëshirë për të fituar, i mban deri minutat e fundit, madje ti habitesh se si ka mundësi që i rezistuan kaq shumë. Edhe për çfarë? Për tek e fundit për një kupë, për një ashtu që s'diskutohet që ajo është një forcë e madhe, sepse është pjesë e shpirtit njerëzor që vërtet është ka atë madhështinë e vet. Jo më për një diçka shumë më fisnike, shumë fisnike se më madhështore, siç është muaji Ramazani që begatit janë të panumërta. Mirë, unë falenderoj. Doktor profesor, doktor i mjekësisë sportive, Agron Rexhepi dhe mjek nutricist. Hoxha i nderuar Enis Rama, ju faleminderit për shpjegimet e tuaja dhe shpresoj që tek gjithë ata që na kanë dëgjuar, këshillat e tua të kenë qenë të vlefshme për të qëndruarit 30 ditë në pistë pa u ndaluar dhe në fund me një triumf të jashtëzakonshëm. Ju faleminderit. Runners. Trend botror, vend ku mbathen VIP. Në Runners mbathet edhe qenari. Mos harro, këmbët merre me veti. Runners, për të gjithë. Mjeshtrim, dashurim. I zhndëruam në kënaqësi të vogla, të ëmbla, me përbërësit natyror me kualitet më të lartë, gjithmonë të lidhur me mikpritjen
dhe tryezën festive. 131 vite, tradit në krijimin e produkteve që janë mënyra më e mirë të thuash mirë se erdhe. Me fat muaj i Ramazanit, Evropa, llokum dhe praline.